Sa herë kemi thënë amin pas një lutjeje, pa menduar fare çfarë do të thotë. Amin nuk është vetëm një fjalë, është thirrje drejt qiellit, është vula që vendoset në një lutje dhe ngjitet drejt arshit të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: kur një besimtar lutet për vëllain e tij në fshehtësi, engjëlli thot amin, dhe për ty gjithashtu. A e kupton sa e madhe është kjo? Lutja jote nuk ikën kot, ajo përcillet, shkruhet, ngrihet. Ndoshta je lutur me lot, me zemër të thyer, dhe të duket sikur nuk ndodhi asgjë, por ndoshta ajo lutje është ruajtur për momentin kur ke më shumë nevojë. Amin është fjala që hap dyert e mbyllura. E kemi nënvlerësuar shumë fuqinë e duave. Kur thua, o Allah, më jep sabër, ai të përgatit për sprova që as nuk i pret. Kur thua, më ruaj nga e keqja, ndoshta ai të largon nga dikush që ti e do shumë, sepse e di se nuk është mirë për ty. Mos ndalo së bërë dua, mos e nënvlerëso asnjë amin. Zoti dëgjon çdo fjalë, madje edhe heshtjen tënde. Thuaj tani me zemër: amin, o Zoti im, pranoje këtë nga unë.